Unë jam bërë vrerëm. Unë kam punu me forëzën speciale. Nuk isha mocitja apresura unë kushtet dhe tute. Ka zhjurnama e kaqet me kaqet. Në që se I ka bërë nga bim, të pak të një telefonate vla, o babi unë bërë këtë gjestë pa pëlqyrë. Edhe kryon një shëgjëri tjetër. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Kuman të Roskovecit. Do të hap dritaren për një baba I cili ka 6 muaj që nuk I dëgjon zërin, djalit të tij, Mateo Cercizi, një 23 vjeçar I cili është larguar tetorin e vitit kaluar drejt shtetit gjerman dhe ka humbur çdo lloj kontakti me babain, nënën, vllajën e tij në Shqipëri. Briti shëndoshë mirë në Gjermani, vetëm një telefonat realizoi nga Gjermania dhe më pas telefoni I tij u fik. I mërzitur, me dhimbje, I irrituar, ky baba kërkon të mësoj për fatin e të birit. Është duke më pritur babai të humbrit, zoti Bajram Cercizi, hap dritaren dhe përshëndes. Bajram, përshëndetje. Përshëndetje. Uroj të jesh mirë me shëndet, sepse kemi komunikuar bashkë këto ditë dhe ke qenë në spital dhe Po, ja dhe kam në program. Të shkuara. Bajram. Kam qetë të turku në fjerë, kam qetë të turku. Meri të dhena të aty të turku në fjerë, po disë. Mirë, sot nuk kemi përshëndetin tënd dhe pse të uroj jetë gjatë, jemi sepse ti ke djalin e humbur. Po. Çka ka ndodhur me djalin tuaj? Mund të më tregosh domethënë si ke humbur ti kontaktet? Po, unë kontaktin kam humbur me djalin sepse ka iku babi më sa më dhe kam ikur sa e nga Pugrallaku. Nga cili vend ka humbur djali juaj? Në Gjermani në Düsseldorf. Në Gjermani. Kur është nisur në Gjermani djali? Djali ka iku në tetor, kështu ka qenë mundur. Të 2025-s. Po. Mund të më japësh pak të dhënat e djalit tuaj, emër, mbiemër dhe mosh? Po, Mateo Cercizi. Mateo Cercizi, sa vjeç është? Gjatinës 2004-s. Që I bie 23 vjeç. 23 vjeç. I dashur Bajram, në tetor ai të tha do iki në Gjermani. Po. Mund të më rrëfesh me kë u largua, si u largua? Djalin sot më vetëm babi kaq. I ka nga halli. Sepse babi sa ti ke një kredi për të larë, sa më, unë kam një kredi për të larë. Jetoni në kushte të vështira aty në Fier? Po, jetoj shumë në kushte të vështira ekonomike. Po. Edhe unë punoj vetë, jam ushtar, sakrifikohej për jetën për në familjes. E qartë, por djali nuk të kishte thënë asgjë që do ikte në Gjermani, kur mbërriti në Gjermani të mori në telefon? Jo, ai më kishte marrë mua disa herë. Pasa më sa I kishten kam 2 çuna. Po. Edhe I kishten djalit që më kapi policia, se babi dhe mami më s'bën më rrasë, se më ka policia. Dhe jam në Gjermani. Arsye nuk e di. Bajram, tani të lutem, më shpjego me qartësi që ta kuptoj qartë dhe unë historinë. Djali u nis në Gjermani tetorin e vitit kaluar. Po. Në momentin që ai mbërriti në Gjermani, të telefonoi ty? Po, më kishte marrë në telefon. A ke folur ti vetë me djalin? Po, kisha folur unë dhe në atë moment që unë kisha folur, sa ditë që kisha marrë rrogën. Po? Sa kisha marrë rrogën në punë. Se unë punoja në Zërëmi. E qartë, por çfarë? Jam në Zërëmi, punoja në Zërëmi dhe moja ditën në rrogës, I thash babi si je? Mirë. Në atë moment ku më sa mua jam mirë, se jam të nesë më pasa s'moj me më. Vetëm një herë të ka marrë djalin telefon? Një, I besire juve, se unë të juve ka besim. Edhe të tërë që më thonë mua, gjithë fshati, gjithë ata më thonë kështu. Ik të filanga, thotë që merë, a bjerë të mirë. Edhe ajo tha më të zhjë, unë të juve ka besim. Unë uroj të shpresoj që ai të jetë mirë, por në telefonatën e parë dhe të fundit, Bajram, çfarë të tha Mateo? Mateo më sa mua babi sa unë ika sa nga halli babi se shikoj gjendjen ekonomike të tuaj dhe unë qoftë të marrë një rrugë ka bërë sa babi sa unë
do besaj që të punojnë. Të punojnë, edhe lloj punë. Do me thënë, djali Bajram... Mi kishtë janë djalit madh, i kishtë janë që unë më ka vit policia, po për sa arsye se di, dhe kam 6 muaj që unë s'flas me dhe. Pra, djali mund të ndodhet në burg, përderisa ka njoftuar të vllajin dhe i ka thënë që më ka kapur policia. Arsye se di. I dashur Bajram, po në një farë mënyre djalit pas ka vënë në djeni që do merre me punë të pista për të bërë para dhe për të larë kredin. Jo, a i më sa më babi të punoj ndërtim, saj. Po, se qyshe tek sa e puna ime, se. Por me kë u nis Mateo drejt Gjermanisë? Do të thënë me kë jetonte? Nuk e di, ka ikur vetëm e i, por nuk e di me ca shoka. Qyshe tik, nuk e di. S'ti gjithë parë. Po nuk je interesuar si baba të mësosh me kë ka udhëtuar drejt Gjermanisë? Unë kam bredhur në çdo vend dhe s'po gjej vende qyshe tek dhe s'kam asnjë lloj informacioni. I dashur Bajram, djali juaj herë pare kishte që udhëtonte drejt Gjermanisë? Po, herë parë. Që do të thotë, dikush e ka pritur në Gjermani, ai me dikë është nisur që i ka dhënë garanci se i vetëm të shkosh në një vend, mos kesh para, dikush duhet presi. Shëdi. Por me të vllajën e tij kishte komunikuar, i kishte treguar diçka? Nishtan që më ka policia dhe kaq. Jo, flas kur ishte në Shqipëri. I ka treguar të vllajt të vet që me këto nisej drejt Gjermanisë? Jo, i kam pyetur çuni, kam marrë tani se ka një çuni ime shmartu me italiane. A, jeton në Itali? Çuni im, jo, ishte këtu në Shqipëri, jetonte këtu ca kohë dhe iku në Itali. Por, çfarë të ka thënë djali i madh për Mateon? Do li vëmë sa më babi sa më sa dhe që më kapi policia dhe kaq, edhe s'kam kontakte me. Kjo ti e përshtypje që ai mund të ndodhet në burg, përderisa është kapur nga policia. Po. Dhe gjë e parë duhet bërë një denoncim tek Ministria e Jashtme, e cila mund të lidhet me ambasadën tonë në Gjermani për të bërë verifikimin e djalit tuaj. Ndodhet në burg apo jo? Në qoftë se shteti jonë si po fuqishëm dhe ambasadë shqiptare këtu në Gjermani që kemi neve, në Tiranë thonë do vete me grupin. Dhe i thonë 6 muaj pa folur djali. Në qoftë se i ka bërë gabim, të paktën një telefonate vlla, o babi unë bëra këtë gjest pa pëlqyer, juve mua më jepni një informacion në ambasadën shqiptare këtu në Gjermani. Ne do nisim një email, por ju vetë nuk e keni bërë akoma një denoncim në polici për humbjen e djalit? Jo, unë se kam bërë në polici. Po ke bërë shumë gabim. Duhet të bësh një denoncim aty në policinë e Fierit për humbjen e kontakteve me djalin. Është e rëndësishme ta marrësh të hap, Bajram. Unë po ja le juve ndorë. Jo, Bajram, dua të shpjegoj. Denoncimi në polici e bën familja, nuk e bëjmë ne si gazetar. I keni ju të drejtën për të bërë denoncimin në polici për humbjen e djalit. Më pas, ne merremi me kërkime dhe të ndihmojmë me shpresën për ta gjetur djalin. Me ambasadën tonë në Gjermani mund të lidhemi ne të dërgojmë një email zyrtar për humbjen e Mateos, por ama... E kam bërë emailin e kam bërë. E pas ke bërë një email ambasadës? Po, më thonë që ndorë në 40 orë. Të ka kthyer përgjigje ambasada? Jo, më ka kthyer emailin në email, që i bërë për përmirë që ndorë në 40 orë, thotë është në para bubinë. Se arsye se di. Po pra, sepse atëre gjithë çështja Bajram po të shpjegoj, me kaq informacion sa më dhe. Përderisa i drejtuar ambasadës tonë në Gjermani dhe ambasada të ka kthyer një përgjigje zyrtare. Unë aty beson. U beso, tani është e vërtetë se është e vërtetë. Jo, Bajram, nëse ke marrë një përgjigje zyrtare nga ambasada jo në Gjermani dhe të ka dërguar email dhe të ka shkruar që djali juaj, Mateo Cercizi, ndodhet në paraburgim, ky është lajmi i vërtet, sepse të njëjtën gjë do bëjmë dhe ne. Me ambasadën do lidheshim për të marrë këtë informacion. Juve mua më ndihmoni dot? Atëre i dashur Bajram, në momentin që ai besoj shteti, po besojnë dhe publiku shqiptar, gjithë juve si institucion që ju mini si gazetar.
atëre unë besoj. Bajram, tani të lutem, kuptoj situatën drejt dhe qartë. Në momenti që ke marrë lajmin që djali është në paraburgim, do të thot ai është në hetim. Ende nuk është gjykuar për të marrë një dënim. Në paraburgim është rregull që në momenti që kapesh nga policia, vetëm një telefonat mund të kryesh për të njoftuar familjen. Dhe ai atë telefonat e ka realizuar me të vllajën dhe i ka thënë që jam në burg, më ka kapur policia. Derisa ai të gjykohet dhe të dënohet, nuk i lejohet të flasi. Në paraburgim askujt nuk i lejohet të kryej telefonata. Ti këtë gjë nuk e dia e di. Kështu që shtoni ju, kështu është e vërtetë. Po pra, Se keni fuqi, nuk keni fuqi si gazetar, Bajram, nuk ka lidhje fuqia. Bajram, nuk ka lidhje fuqia e gazetarit, fuqia e shtetit. Janë ligje dhe rregulla, Bajram, që duhet i respektojmë të gjithë. Po pra, se që fuqia e shtetit Gjerman ka një ligj. Po pra, edhe të leka rrugë, edhe thot 5 ditë thot ai, si mas konfirmime si stoni juve, edhe kështu i ka marrë unë gojën për mirë. Që shteti Gjerman të le rrugë thot ik 5 ditë thot ai, dhe në qëse unë të ka prapë ty, thot, gjalli tëmë, unë do të burgos prapë. Tani, moj motre i me dashur, a kemi fuqi potenciale ne si shtetë të Shqipërisë që neve kemi një fuqi se po ndodhin shumë gjërat për të pa drejta neve si në Greqi që vriten njerëzit, me versa njerëz janë vrarë. Bajram, unë e kuptoj që je baba. Jemi shteti pa fuqishëm, zemra ime tash, jemi shteti pa fuqishëm. Unë e kuptoj që ti je irrituar. Është puna si të Amerikës tani që po ndodh lufta tani me Iranin dhe me Ukrainën dhe Rusin atë. Mos e zgjero. Peshku mas ai hat voglin dhe ne jemi peshit vjel. Po jo, Bajram tani. Ai peshku mas tani që neve të kemi shumë. Flasim atë që ndjen tani. Kështu është kjo punë tani. Ti si gazetare tani që bëj intervistë ashtu se mo thonë në gjithë Shqipëria. Të lutem. Në qoftë ti mua ma realizon këtë çështje dhe unë po t'jap gjitha plana tyja, që unë jam i besuar dhe Shqipëria është shumë besi plot e Bajram, çfarë të realizoj unë ty? Se s'po të kuptoj. Ja, po them unë, ke fuqi potenciale ti më zemra e ime tani që unë s'kam një kontakt me djalin tim që po bëj 6 muaj pa folur. O Bajram. Shteti jonë qytetar dhe policia e shtetit a ka një fuqi potenciale. O Bajram. Jo, edhe kjo gjë kështu është. Edhe peshku madh kështu është me zemrën ime se që po ndodh lufta dhe në çdo botë tani. Se shteti nuk ka fuqi potenciale ta marrin tani. I dashur Bajram, të lutem, qetësohu dhe më dëgjoj pak me vëmendje. Të lutem. Unë e kuptoj që je një baba i irrituar. Më shiko mua ti, unë kam qenë me forcën speciale. Unë kam qenë zellher. Më shiko mua ti ma. E qartë, por të lutem, mund të më dëgjosh 2 minuta? Unë kam qenë speciale i zellherit. Unë kam qenë me forcën speciale të zellherit. Po pra, po, e kuptoj punën që ke bërë, por të lutem, mund të më dëgjosh vetëm 2 minuta? 2, 3, 5, sa duash tia. A ke tia që ne të besojmë ty në këtë emision? Unë të kuptoj, o Bajram, të lutem, me dëgjoh. Unë e kuptoj, Bajram, të lutem, tani, disa gjërat i themi si që janë. Unë e kuptoj që ke zemrën plag, je i shqetësuar se ke 6 muaj që nuk dëgjon zërin e djalit dhe nuk e di ku ndodhet. E kuptoj shumë mirë shqetësimi se jam vetë nën dhe kuptoj që do të thotë fëmijë. Por aman, ti duhet të kuptosh një gjë. Prandaj njerëzit këtu në këtë vend. Ky vend nuk bëhet sepse janë të padrejtat e njeriu. Jo kemi në ambasadën në Gjermani, në Itali, në Kroaci, në Hungari, në Rumani, edhe në Getafe. Edhe në Somali, edhe o Bajram, ambasada jonë. Ka fuqi shteti jonë. Po sigurisht që ka fuqi për derisa ambasada të ka thyrë përgjigje me Bajram. Tani të lutem, ambasada jo në Gjermani ty të ka thyrë një përgjigje. Të ka thënë djalin e ke në paraburgim. O Bajram, tani të lutem, ambasada të ka thyrë një përgjigje dhe të ka shkruajtur djalin e ke në paraburgim. Në paraburgim do të thotë që ai akoma nuk është gjykuar dhe nuk lejohet ambasadës
Më shumë të marri detaje, është e njëjta gjë në Shqipëri. Po themoni opinionin publik dhe kjo është e vërteta sepse në opinionin publik edhe djalin ta kishe këtu në para burgim, ti nuk e takoje dot. Do merri një avokat për të Shteti gjerman thotë do ta lejë çurin tonë. Më kupton tani ku e ka mua bëti? Jo, unë të kuptoj, por ti s'po më kupton mua, të shpjegoj si funksionon gjëja. Edhe unë të shpjegoj tani. Në qoftë se shteti gjerman e le mua çuni 5 ditë, 6 ditë i sot ai. Po ai s'ka lek më motra imi. Si do ta lëri shteti gjerman? Në rast të parë, në rast shqiptare tani që dinë në rast të parë, Bajram, që ta mos silli më në Shqipëri. Bajram, në rast të parë ti nuk e di për çfarë është ndaluar djali jot. Ti nuk do him në jo, se thot Rama tani, shteti shqiptar do të jetë politike këtu ne. Se thotë do him në Bashkimin Evropian. Si do him në Bajram? Po mos të hym politikë se jam ma politike. Unë politikën më dhem zemra ime më. E ti kupton ti që unë kam nevojë për psikolog, se jemi pa punë, jemi me halle, jemi me probleme, jemi me fugarallak, jemi me gjitha halle probleme. O Bajram. Qështu ati, si ti e i kryeministri i Shqipërisë? O Bajram. Për çfarë i njerëzit? O Bajram, nuk e ka fal kryeministri pse djali jot shke ligjin Gjermani dhe kapen nga policia tani. Tani të lutem. Vetëm keq ka këtyre. Pse i gjithë rinia ka ikur tani jashtë shtetit? Sepse s'ka punë këtu me motra ime dashur. Bajram. Djali im që ka ikur. Bajram, ti akoma nuk e di pse është ndaluar djali jot nga policia. Pra ti nuk ke asnjë informacion. Djali jot mund të kesh shkelur ligjin dhe është në burg. Që mund të është e njëjta gjë si në Shqipëri, kudo në çdo vend të botës. Në të marrë informacion të paktën. Në momentin që ai do dali përpara gjykatës, mund të dënohet. Nuk e di me çfarë mund të dënohet, apo mund të jetë dënuar që jeton në mënyrë ilegale dhe pas 6 muajve lihet i lirë dhe riadhesohet, dhe në momentin që ai nuk ka para, është shteti gjerman që e riadheson, ja pagon biletën dhe e sjell në Shqipëri, nëse ai ka bërë ndonjë vepër më të rëndë, do dënohet, do kryej burgun, dhe në momentin që është në burg, do të marri ty në telefon. Një telefonat paktën, të paktën. O Bajram, në momentin që dënohet dhe është në burg, i jepet e drejta të marri në telefon. Në para burgim nuk lejohet. Është rregull, nuk lejohet. Njerëzit që janë në para burgim nuk mund të telefonojnë dot sa herë të duan. Në momentin që merr dënimin dhe ai do kryej burgun, atëherë ai mund të marrë ty pa problem. Por ne urojmë që ai mos ketë bërë ndonjë gjë të madhe dhe të dali dhe të jetë i lirë, se është djalë i ri dhe është gjyna. Ka gjyna më e kaqet më kaq. Ta shikoj si njëri atë i është mos e vogël. Të ka marrë malli ty. Po shqyqyo. Unë jam bërë vrermë. Unë punoj për shtetin shqiptar, unë kam punoj me forëzë speciale, unë kam punoj për këtë shtetë, unë kam punoj në më qa bënim. Unë kur të mora një ditë telefon, ishe duke qarë dhe sigurisht me erdhi keq dhe ta besoj. Çdo prind vihet në merak për fëmijën e humbur. Moj, për qa ikin njerëzit këtuja? Ikin sepse se këtu s'ka të arsme. Për qa ikin moshë e re? Ke parë ti këtu në Shqipëri, qikosh ti këtë merë malë për njerëzit. E rinë. Për qa ikin djemë të rinë? A kupton ti për qa vritin shqiptar? Ku në Greqi, ku në Gjermani? Në ajo i be thirje shtetit shqiptar e Edi Ramës. Të lutëm, o Edi Rama, që bën ti pralla me mbret, e thua do shkojnë në Bashkimin Evropian. Si do shkojnë në Bashkimin Evropian? Këtu rinia ka ikur, këtu rinia këtu ka, është katastrofë. Ikim, edhe ikim, dhe unë qaj me lotë dhe kam thuri një këngë nga Kosova. Unë i besit dhe Kosovarëve. Jam patriot, e kam këtu muzikë në Kosovë, e kam këtu të solorari im, e do vetëm Kosovë dhe të thuri një këngë. Edhe në qovë se t'jalli im, mualit, e shuja. I dashur Bajram, Mateu në Shqipëri me qëfar merej? A i kishte muzikën, nërman. Pse djali ka qenë këngëtar, i jepesh për muzikë, kishte talent? Tonë dhe të kundon dhe i shteti. Unë si kishte të ardhë, sa i ishim fugarin. Ka mbaruar shkollën e muzikës? Djali aty në Fier? Jo, shkollën e muzikës nuk e ka mbaruar e i, po nuk isha mocit ja presuar unë kushtet dhe të të. Që të bëhesh këngëtar, të realizon të ëndrën e ti? Normal. Edhe kryon një shëgjëri tjetër. Babi më zamohë me presok të kushtë, unë nuk kisha kushtë, da? Se a kisha mocit, ishket. Ishim fugarin. Unë punoja,
Më shikon mua ti? Unë punoj. E qartë. Tani jam me gjyqtara, shikoj ekran tim që kam qenë atje. Por çfarë problemi ke me shëndetin Bajram? Re Vladin. Miq dhe shokët e tij të reagojnë dhe të na tregojnë më shumë detaje. Çfarë ka ndodhur me Mateo në Gjermani? Unë dua që ti të jesh i qetë, e kuptoj që e përjeton këtë humbje të djalit, por fal Zotit, ti e ke marrë një lajm, ai është në paraburgim, nuk i ka ndodhur diçka e keqe. Prandaj po të them qetësohu, sepse nuk është vetëm Mateoa që ka humbur dhe mund të jetë në burg, ka dhe shumë Mateo të tjerë dhe shumë prindër të tjerë që kanë histori të njëjtë si ju. Prandaj po të them qetësohu. Unë jam plotësisht dakord që thua ti, pa ka një ekip ekspert që analizon këtë me modrejnë, ashtu që ju si gazetar. Po gjykata do e dënoj, gjykata do vendosë për djalin tuaj. S'ka ekspert të tjerë, ekspert të tjerë nuk ka, gjykata në Gjermani aty ku është ka, por ajo do vendosi për djalin tuaj. Në modrejnë fuqie potenciale këtu në Shqipëri, Leça, Pirë dhe Zrama, më falë për atë, dhe mes i shtet, sa të pa drejtë janë bërë dhe që janë vrarë shqiptarë. Prandaj them, kemi ne ambasada këtu në Shqipëri. O Bajram, po të lutem tani, ambasada ta ka kthyer përgjigjen, çka kërkon shumë nga ambasada? Po ta ka kthyer përgjigjen, të ka treguar lokacionin ku e ke djalin, e ke në burg. Gjithsesi, të lutem, qetësohu, unë do bëj të pamundrën për të mësuar diçka për djalin tuaj, do mbetemi bashkë në kontakt, të jap një këshill, qetësohu dhe mundohu të logjikosh drejt dhe të kuptosh situatën në të cilën mund të ndodhet djali juaj. Numrin ma ke, do mbetemi bashkë në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit juve, i nderuar, unë maj shpresë nga juve dhe unë kam besim të juve. Të falenderoj dhe do të marrë në telefon vetë, personalisht. Mirupafshim. Unë faleminderit, mirupafshim. E dëgjuam këtë baba të irrituar që akuzoi dhe institucionet shqiptare për humbjen e të birit, flet me dhimbje dhe nuk e kupton dot se si funksionon e gjithë kjo histori, duke ditur që ka marrë një përgjigje zyrtare nga ambasada jonë në Gjermani, por ai kërkon ti dëgjoj zërin djalit pa e kuptuar që në paraburgim nuk lejohet telefoni. Unë në këto momente i bëj thirrje gjithë shokëve dhe miqve të Mateo Çerçizit, ky 23 vjeçar që po shikoni në foto dashur miq, i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij në 18 dhjetor të vitit 2025 nga Gjermania. Kushdo që e njeh, kushdo që ka informacion, është i lutur të lidhet me redaksin time. Unë vazhdimisht e jap numrin tim të kontaktit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Na ndihmoni për të marrë më shumë informacione për Mateo Çerçizin nga Kumani Roskovecit, që babai i tij Bajramit të zbuloj të vërtetën dhe urojmë dhe shpresojmë që ai mos ketë bërë gjëra më të mëdha që të dënohet me shumë vite në Gjermani dhe urojmë që të kthehet sa më shpejt në Shqipëri. Kushdo që ka informacion, mos të hezitoj të më kontaktoj. Mirë, do qëndrojmë sërish bashk live për të vazhduar me një tjetër histori, një tjetër personazh që kërkon të jetë kjo dritarja ime, kështu që hap dritaren dhe e dëgjojmë së bashku. Niko, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, uroj të jeni mirë dhe suksese në punë. Faleminderit. Më ke telefonuar për të qenë live me Odetën sepse ke një histori për të ndarë sot me ne. Më ka humbur adresa një shoku tim të vjetër. Je në kërkim të një shoku? Jam në kërkim të një shoku tim të vjetër, i cili quhet Agim Malaj. Është i datëlindjes 1953 dhe ka lindur në fermën Partizanit të qytetit Stalin, që sot quhet Kuçov. Edhe një mbi emrin si e ka Agimi? Agim Malaj. Malaj. I datëlindjes 1953. E qartë. Niko, këto historitë e misisë atyre viteve janë histori që realisht edhe unë si gazetare kam dëshirë t'i dëgjoj, historitë e sinqerta, të cilat për shkak edhe të demokracisë kanë bërë që të ndaheni. Mund të më tregosh si e njohur ti me Agimin? Ne kemi qenë bashkë në shkollën e mesme bujqësore në Fier dhe kemi qenë shumë shokë. Në maturën 1969-1973. Mbas kësaj periudhe
Jemi takuar disa herë, ai ka punuar oficer në ushtrim tonë në Ministrinë e Mbrojtjes me profesion kontrajror. Kemi qysh nga 97 që kemi humbur kontakte. Nga që kam pyetur, nga që kam interesuar, më kanë thënë që është emigrant, po se ku nuk po e gjej dot. Ju lutem, ju dhe mund të më ndihmoni. Po, Niko, ne jemi bashkë të dy në këtë live me Odetën për ta prezantuar historinë tuaj, të miku tuaj me emrin Agi, me shpresën që ai mund ta ndjeki këtë video dhe të reagoj dhe ta uroj që të lidhesh sa më shpejt me shokun. Por unë do të pyes, kur ju keni qenë në gjimnaz të rinj, le të themi adoleshent, kur u njohët bashkë në qytetin e Fierit, ai vinte nga Kuçova, ndërsa ju nga cili vend vinit? Ai vinte nga Kuçova, që atëherë quhej qyteti Stalin. Unë vija nga Vlora. Unë tani aktualisht banoj në Fier, profesioni im është oficer, ashtu si dhe profesioni i tij. Unë kam ushtruar me vjet profesionin tim gjithmonë në qytetin e Fierit, ndërsa ai në Kuçov, atëherë që quhej qyteti Stalin. Niko, ju që keni oficer. Po. Mbas daljes në lirim nga ushtria, ai ka emigruar dhe nuk e di se ku. Dikush më ka thënë që është në Greqi, por nuk kemi asnjë lloj kontakti. Aktualisht ju, Niko, sa vjeç jeni? 69 vjeç. E qartë. Niko, ju keni qenë bashkëpunëtar, që do të thotë edhe Agimi është diku te 69 për 70 vjeç. Po. Keni qenë gjithë jetën oficer, me çfarë grade? Kemi qenë me grad major. Me grad major. Niko, të lutem, unë dua të më kujtosh në këto momente ato vitet kur keni qenë adoleshent dhe keni mbaruar të dy shkollën në Fier së bashku me Agimin. Shiko, ato vitet e shkollës, ato vitet e... Aty ku lindi mirësia juaj. E rinis të hershme të moshës adoleshente më tepër, ne kemi qenë në shkollë me konvikt. Me fjalë hanim, pinim, rinim dhe banonim në shkollë. E ke parasysh, ishte një ambient i përbashkët, mund të thuash tamam si një familje madhe, jo mund të thuash, por ne kemi qenë një familje madhe. Ata pedagogët tanë ishin tamam prindrit tanë, njëri më i mirë se tjetri dhe gjithmonë të paharruar. Ndërsa neve në atë periudhë kemi shkuar aq shumë sa sot për shembull duket absurditet të themi që neve merrim xhaketën e njërit tjetrit i ndronim me raste. Dhe kjo gjë na bën shumë nostalgjik për atë kohë, kuptohet, dhe detyrimisht tani interesohen për këtë se kemi qenë si vëllezër dhe kemi shkuar shumë. Ju në ato vite kur keni qenë në gjimnazin profesional në qytetin e Fierit, padyshim keni patur shumë shok, por atë që keni dalluar dhe keni patur mika që na Agimi. Neve kemi mbaruar maturën në 73-shin 62 vjet. Dhe të gjithë kemi qenë tamam si një familje e madhe, me pjesën dërmuese edhe sot e kësaj dite takohemi me nostalgji. Bile para pak kohësh në korrik të vitit që kaloi, patëm një takim neve matura. Sa interesante. Që u takuam me fjalë me lot në sy, disa të njohur dhe disa pothuajse të panjohur, kuptohet fatkeqësisht dhe disa shok dhe shoqet tanë kishin ndruar jetë, kishin ikur në botën e përjetshme. Dhe nostalgjia pastaj duke marrë numrat e telefonit të njërit dhe të tjetrit, interesohemi për këta njerëz që nuk erdhën dot në takim dhe që ne kemi humbur çdo lloj kontakti, çdo lloj lidhje me ta. Agimin askush nuk e kishte takuar. Jo, Agimin asnjë nga këta shokët tanë që ishin prezent në këtë takim, asnjëri nuk ja kishte adresën. Jo vetëm të Agimit, po ishin edhe disa shokë dhe shoqe të tjera. Dhe prandaj jemi në kërkim të tyre. Çfarë kujton nga Agimi koha që keni qenë në gjimnaz dhe një detaj që do ta japësh në këtë live? Që të ka ngelur në mendje. Megjithëse ka kaluar shumë kohë, janë të paharruara ato kujtime. Janë shumë të paharruara.
Në një detaj që do ta ndash me ne? Po, duhet të tregoj vetëm një episod. Kur kam qenë në vit të tretë të shkollës mesme gjithmonë, unë kam mësuar një dëmtim, kam thyer dorën. Ndrejta pak kohë në spital dhe u ktheva me raport në shtëpi dhe shkoni i mat tek shkolla. Ku takon, jo vetëm sa e morën vesh shokët që ai ishte i mat, shkuan të gjithë për ta takuar. Mbas takimit me shokët, takon pedagogët dhe drejtorin. Edhe kur kthehet që andej më thotë mua, pas ke fatin e madh, se këtu ke 2 prindër, po atje unë pas që ti kishe 40 prindër. Njeri tha më i mirë se tjetri dhe kryevepra tha e të gjithëve ishte drejtori Skënder Ferko. Një njeri i paharruar i cili nuk jeton më, po që gjithmonë do ta mbajmë në mendje dhe në zemër. Megjithmonë baba jon i dytë. I dashur Niko, mund të ma përshkruash si ka qenë agimi në atë kohë, nuk e di nëse ti ruan foto nga ato vite, nga koha e gjimnazit. Agimi ka qenë një djalë i sjellshëm, me trup mesatar, brun, një djalë shumë i edukuar, që neve në veçanti kemi shkuar shumë, se kemi qenë 5 vetë që kemi shkuar jashtëzakonisht shumë, po agimi rrezatonte gjithmonë edukat dhe mirësjellje. Ju i keni ndarë dhomat bashkë të konviktit në atë kohë? Shiko, neve jetonim 14 vetë në një dhomë. Me krevat, dyshe krevat marinari, si krevat ushtari, kuptohet. Kështu kanë qenë konviktet në atë kohë? Po, të tilla ishin kushtet, për të ngrënë ne hanim në një mendës të madhe që ishim rreth 300 vetë, që duket si e pabesueshme, ureshim në tavolina 8 vetëshe, 8 vendëshe. I dashur Niko, nuk e di, në ato kohë, agimi ka qenë miku jot i ngushtë, ke ndarë gjithë sekretet, nuk e di nëse sot pas kaq shumë vitesh, që ato sekrete s'mund të kenë më vlerë për jetën tuaj, ke diçka që mund na i tregosh, që nëse ai e shikon këtë video, padyshim do emocionohet kur të shikoj ty në këtë live me mua. Sigurisht neve kemi disa gjëra personale, disa gjëra personale më shumë, të them një diçka që pasi më ndodhi një incident dhe pata problem dhe agimi dhe tentova për të larguar nga shkolla. Agimi më vjen tek shtëpia dhe më thotë, po ike ti, do iki dhe unë nga shkolla, ne do të qëndrojmë të dy bashkë dhe do të mbarojmë bashkë shkollën. Dhe në fakt kështu ndodhi. Prandaj unë kam kujtime tepër të mira, përgjithsisht me gjithë shokët dhe shoqes e maturës tonë, po në veçanti me agimin. I cili nuk të lanë ato kohë që ta lije shkollën për gjysëm, por e vazhdove deri në fund me ta. Absolutisht jo, dhe unë asnjëherë nuk e ndjeva vetmin. Nuk e di nëse të kujtohet ndonjë dhënë, sa vëllezër motra kishte agimi, si quhesh nëna, babai, për të na ndihmuar dhe ne. Jo, nuk më kujtohet se koha ka bërë të saj, se po flasim për para 55 vitesh, kuptohet. E qartë, është e vërtet, 55 vite kanë kaluar nga ajo kohë që po e kujtojmë sot në këtë live. Mbaj mend më kujtohet kjo, që ai kishte dhe një me fjalë shok bashkëfshatar të tij, që quhesh Elmas Kurti. Që ka qenë aty në shkollë me ju? Po. Pasi ju mbaruat gjimnazin, jeta juaj dhe agimit morën rrugë të ndryshme, apo u takuat sërish në shkollë të lartë bashkë? Po, neve u takuam, jemi takuar, kemi qenë bashkë dhe në shkollën e oficerave bashkë me agimin. Në vitin 1993, kuptohet, neve duhem në lirim dhe u larguam nga ushtria, por atëre ishte periudha që nuk ishte telefona. Dhe këtu neve kemi humbur kontakt, jemi takuar një herë për herë të fundit
në vitin 1996, pastaj asgjë nuk di më për njëri tjetri. Ndërkohë që nga viti 1996-97 ka kaluar shumë vite që ti s'ke asnjë informacion për mikun tënd Agim Malaj, por të lutem, ju Niko e keni bërë shkollën e lartë bashkë të dy për oficer në shkollën në Skënderbej. Po, shkolla Skënderbej ka qenë shkolla e mesme, ne kemi bërë shkollën e bashkuar të oficerave. Po, ju keni bërë të dy shkollën e lartë, të shkolla e bashkuar këtu në Tiranë. Por nga kjo periudhë, çfarë do na tregosh? Çfarë kujton nga njësia jote me Agimin? Që unë kam shumë nostalgji për atë kohë, në veçanti për moshën e rinis, pas dhe në veçanti për shkollën e mesme, se thash që ne kemi shkuar shumë fare, dhe kjo me që dhe të gjithve u kanë rënë në sy. Dhe vetë pedagogët na thoshin që juve jeni matura më e mirë. Se kishim një harmoni të jashtëzakonshme me njëri tjetrin, në çdo hall, në çdo aspekt, në çdo problem që kishte njëri, për shembull, probleme të vogël të asaj kohe, neve ishim të gjithë bashkë. Askush me fjalë nuk e ndjente vetmin, për problemin më të vogël të gjendeshin të gjithë shokët dhe shoqet, një harmoni e paparë, një harmoni e paparë. Por, Niko, pasi mbaruat shkollën e lartë, Agimi u kthye në Kuçov dhe ju u kthyet në qytetin e lindjes? Po, unë kam punuar të kohën në qytetin e Fierit, ndërsa Agimi ka punuar në Kuçov. Pasi mbaruat shkollën... Dhe ka banuar në qytetin e Kuçovës. Po. Pasi mbaruat shkollën e lartë, ju patët kontakte me njëri tjetrin? Po, kemi pas kontakt. Kontaktin e fundit, thash kemi pas në 1994 në Mosgaboj. E qartë, ju mbaruat shkollën e lartë, besoj ti u martove, Agimi u martua? Gjatë kësaj periudhe nuk kemi pas marrëdhënie familjare dhe nuk jemi njohur familjarisht. Atëre me që ishte dhe koha e mungesës së mjeteve të komunikimit në distancë, siç janë sot telefonat për shembull, atëre nuk ishte më se të komunikoja me njëri tjetri. Por çfarë mësuat ju? Agimi kur vajti në Kuçov, çfarë detyre mori në ushtrisë shqiptare? Domethënë çfarë pune bënte? Thash ka pasur specialitetin kontrajëror. Po, në Kuçov, po. Di që ka qenë komandanti i grupit kontrajëror. Ndërsa ju në qytetin tuaj, çfarë pozicioni pune morët? Unë kam qenë komandant grupi kundërtank. Por edhe pse punonit brenda, le të themi, ushtrisë shqiptare, e kishit të vështirë që të pyesnit për njëri tjetrin apo të mbanit marrëdhëniet, pra gjatë kësaj kohe keni kontaktuar? Ne mbanim komunikim më tepër nëpërmjet shokëve sesa personalisht me njëri tjetrin. Por kishim shok të njohur që dërgonim, si thua, dërgonim të fala, merrim të fala, pyesim për shëndetin e njëri tjetrit, për mënyrën e jetesës, më thet fat. Por jo shpesh takoheshim, shumë rrallë mund takoheshim. Dhe takimi i fundit ka qenë diku 1996-1997. Takimi i fundit ka qenë 1996, duhet këtë qenë periudha e parë në Mosgaboj, ka qenë pranvera e vitit 96. Ku jemi takuar, të kujtohet? Jemi takuar në qytetin e Fierit rastësisht. Mund të ma tregosh atë moment? Ai kishte ardhur ndodhesh në qytetin e Fierit, nuk e mbaj mend se përse, dhe kishte filluar po më kërkonte mua nëpërmjet shokëve tanë të njohur, u takuam, u ulëm, kemi bërë një bisedë me goxha të gjatë, shoqërore, vllazërore, dhe pastaj u ndam dhe ky ka qenë takimi jon i fundit. Të kujtohet biseda që ke bërë në atë takim të fundit, çfarë mban mend nga shoku jot? Ne kemi bërë një bisedë të përgjithshme, shoqërore, vllazërore. Ai kishte pësoj një disfat në jetë, se iku nga kjo jetë gruaja e tij e parë. Sa gjëna, e qartë.
Në momenti që ti e ke takuar, pra ai kishte humbur bashkëshorten, ishte bërë baba? Jo. Nuk ishte bërë baba? Jo. Më pas ti nuk more vesh informacione nëse ai u rimartua, vazhdoi jetën. Po, e di që u martua, por nuk kemi pas më asnjë lloj kontakti, as direkt dhe as nëpërmjet shokësh. Se ndodhi ajo katastrofe e madhe e 97-s që të gjitha lidhjet u shkëputën, qoftë shoqërore, më thënë, telefonat nuk ekzistonin dhe qysh prej atëherë me thënë nuk kemi asnjë të dhënë për njëri tjetrin. E kuptoj, dhe kjo ka qenë dhe vështirësia që keni humbur kontaktet me njëri tjetrin. Ndërkohë, ju më treguat, Niko, që keni mësuar që ka shkuar emigrant në shtetin grek. Si e mësuat këtë informacion? Po, fillimisht kanë qenë dy shokë, ky me atë shokun që unë u përmenda emrin Elmas Kurti, kanë shkuar bashkë në Greqi. Elmazi kam të dhëna që ka ikur nga Greqia, nuk jeton më në Greqi, po gjithmonë jeton në emigrim, po që nuk kemi asnjë lloj lidhje, asnjë lloj kontakti. Jo, e kuptoj, por kush të tregoi juve që Agimi ndodhet në Greqi? Si e mësuat këtë informacion? Gjithmonë nëpërmjet shokësh, se kam shumë shok nga Berati që kanë qenë në shkollë me neve dhe aktualisht me ata kemi lidhje dhe që i kam pyetur, jam interesuar, askush nuk disponon numrin e tij të telefonit, po thonë dhe të gjithë ata më thonë që ka ikë emigrant në Greqi dhe tani nuk di më asgjë tjetër. Ndërkohë, juve përpos se jeni në këtë live me mua dhe po e tregoni të histori misie të vjetër me shpresën që do i gjeni shumë shpejt Agimin dhe të rilitni kontaktet, jeni njohur që në rini që adoleshent dhe sot të dy jeni 69 për 70 vjeç. Por kërkime të tjera keni bërë, keni mësuar detaje të tjera për jetën e tij? Kemi bërë kërkime vetëm nëpërmjet shokësh, se u thash që janë rreth 10 vjet për shembull që janë nga Berati që kanë qenë shok me neve, por që askush nuk di më shumë se kaq, që ka ikur emigrant në Greqi dhe askush nuk ka për shembull një njerëz të tillë që të njohur që të pyesi për numër telefoni ose për adresa apo për ndonjë tjetër. Niko, në qoftë se këtë video Agimi do e shikoj në kanalin tim në YouTube dhe padyshim do emocionohet kur të mësoj që ti po e kërkon. Jo vetëm që do gëzohet shumë, po jam i bindur se në moment, duke parë numrin tim të telefonit nëpërmjet ekranit tuaj, jam i bindur që do më telefonoj dhe do jetë me lot në sy, ashtu si dhe unë. Por unë dua që ti t'i thuash diçka. Mendoj një moment, Niko, që Agimi është duke e parë këtë video. Çfarë do i thuash ti? Do i them vetëm një diçka. Mban mend do i them kur kemi fjetur tek dhoma 13, kati 2. Kur kemi qenë në vit 3, kemi fjetur në të njëjtën dhomë. Se kishte raste për shembull që ne ndronim krevatet me shokët për të qenë afër njëri tjetrit dhe e gdhinin me muhabet deri në mëngjes. Ato kanë qenë momentet më të bukura të rinisë tuaj. Shumë të bukura që nuk përshkruan dot, nuk i krahason dot me ditën e sotme. Thash, ajo ka qenë një shoqëri tepër vëllazërore. Ne të tëra që e gdhinit atje në dhomat e konviktit, ku flisnin me njëri tjetrin, të rinj keni qenë dhe besoj keni folur dhe për vajzan ato kohë. Shiko, do të regoj vetëm një episod të rastit, kur pinim cigare, se atër ishte absolutisht ndalimi i cigares i banit. Unë isha duke pirë cigare, dhe cigaret i pinim fshehur gjithmonë njëri bënderoje. Ishte duke arë kujtestari se pa që po dite tymi duhanit, dhe Agimi qëllon me një gur dhe qëllon afër meje për të më tërhequr vëmendjen.
Fatkeqësisht unë nuk e mora dot vesh dhe kujdestari më kapi me paketën e cigareve në dorë, po të patën nuk më raportoi se ishte hera e parë dhe ma fali duke u lutur dhe unë dhe Agimi kujdestarit që për të mos e bërë më të madhe. Ajo ishte hera e parë, por jo e fundit, besoj. Ishte hera e parë që u kapën, se me thënë të drejtën, cigarja pihesh po në fshehtësi. Dhe nëse raportoi në ato kohë që një student kapesh me cigare, çfarë ndodhte? Masa më e lehtë ishte paralajmërim për përjashtim nga konvikti. Por masa më e rëndë? Po të përjashtoni nga konvikti, do pagoje 1920 lekë të vjetra në muaj, se ne ishim me bursë shteti. Edhe kjo ishte një kosto për familjen tënde, nëse do e merrte vesh. Ishte puna e një prindi. Ishte puna mujore e një prindi, se 2000 lekë të vjetra merrin atëre në muaj. E vërtet. Kjo ishte masa më e lehtë, por masa më e rëndë? Shikon, masa më e rëndë ishte përjashtim. Ishte e para ishte paralajmërimi dhe e dyta ishte përjashtimi. Përjashtimi, masa më e rëndë. E kuptoj që miku jot Agimi në shumë situata ka qenë në krah, të ka ndihmuar, që besoj të njëjtën gjë ke bërë dhe ti. Neve kemi qenë, kemi qenë 5 shok, që kemi qenë shumë shok. Të pandar, 5 shok të pandar. Po. Dhe po të shosh me fjalë, atëre ka qenë një film, një film televiziv, Çmimi më i lartë se jeta, Kapiteni Klos. Po. Besoj se të gjithat atë moshës time e mbaj mend, dhe ne krijuam një grup shoqëror me emrin Panxha, që ishim 5 shok. Ishte Pandi, ishte Agimi, isha unë Nikua, ishte Xhemali, ishte dhe Aliu. Duke marrë gërmat e parë të emrit të secilit, formom një grup shoqëror Panxha që pothuajse gjithmonë në çdo kohë ne ishim të gjithë bashkë dhe jetonim bashkë me njëri tjetrin për çdo hall në thonjza të njërit apo të tjetrit. Kjo që nga shumë interesante, që në atë kohë keni formuar grupi dhe i keni vënë emrin Panxha dhe këtë gjë duam t'i kujtojmë sot Agimit në këtë live. I kujtohet fjala Panxha? Sigurisht që po. Jam i bindur që po. Shumë interesante kjo që më tregove Niko. Shoqëri shumë e sinqert, pas ka qenë realisht mes 5 shokëve, por që fatkeqësisht me njërin prej tyre, Agim Malaj, ju keni shkëputur kontakte që prej vitit 1996. Por unë dëgjova aty zërin e gruas, ke dhe bashkëshorten aty afër. Është duke gatua. Nuk mund të prononcohet për momentin. Jo, nuk e dua, por ideja mendova që është gruaja sepse të bëra disa pyetje dhe mi anashkalove, por që nga zonja aty. Po, është. Të fala bëj zonjës. Të fala paci dhe juve, Niko, ke diçka tjetër interesante për të treguar? Nëse ke ndonjë episod tjetër që ja vlen të ma tregosh në lidhje me Agimin? Po, ajo është gjëja më e fiksuar, si të thuash që dhe më e madhja, mund të them, dhe më e madhja. Me fjalë që tregon dhe atë harmoninë shoqërore, vëllazërore të asaj kohe. Niko, ju formuat këtë grupin me emrin Panxha, mes 5 shokëve që morën shkronjën e parë të çdo emri, por bët në një betim mes njëri tjetrit? Dhe në qëllimi grupit që u formua, kishte besoj një betim, një diçka. Neve rrallë ndaheshim, me fjalë ishim kudo dhe në çdo vend, ishim të gjithë bashkë, çdo muhabet të njërit e dinte tjetri, të gjithë shkonin, mirë po tani nga të gjithë këta, neve ekzistojmë vetëm 2 vetë jemi këtu. Jam unë dhe aje fundi që banon në radhim të Vlorës. Ndërsa Agimi është në drejtim të paditur, Pandi banon në Korfuz, Xhemali banon në Itali, me të cilët
kontaktin e parë thash e kam pasur në 96 me Agimin, ndërsa me këta shokët tjerë, pothuajse me Xhemalin e kam pas kontaktin e fundit në 1990, ndërsa me Aliun që është në Radhin, ishte edhe në takimin që organizuam neve për para disa muajsh në shkollë. Pra, nga 5 shokët i vetëm njëri ke takuar tani së fundmi? Po, takoj vetëm këtë që banon në Radhin. Ali e quajnë, Ali Gjimara. Ali, atyre, zoti Niko, ti ke hyrë në këtë live dhe kërkon njëri prej 5 shokëve, Agimin, por unë duaj që ti të japësh 5 mesazhe sot për 5 shokët e tu, për grupin e njohur në atë kohë në shkollën e bashkuar, Pangja. Dhe nisim me P-n, kush është P-ja? P-ja është Pandeli Kufoj nga Saranda. Unë dua të përcjellësh një mesazh për Pandeliun, edhe atë ke kohë që nuk e takon. Po, Pandeli Kufoj nga Saranda, ka ikë rreth 96-ës ka ikë në Korfuz. Kuptohet që nuk kemi kontakte. Mundësisht të lidhim kontaktet telefonike. Aja kush është? Pangja, Aja. Aja e parë është Agimi. Agimi, qëllimi që jemi në këtë live. Është Agimi. Gjëja është Xhemali që ndodhet në Itali, kemi kontakte telefonike të vazhdueshme. Me Xhemalin ke kontakte. Është Ali që banon në Radhin. Edhe me personin që jeton në Radhin ti ke kontakte, pra ti vetëm me Pandeliun dhe me Agimin s'ke kontakte. Po. Atëre, mesazhi fundit gelet për Agimin, nëse Agimi na shikon. Mesazhi fundit është për Agimin, kuptohet, dhe për të gjithë shokët dhe shoqet e mia që kanë dieni dhe që do e shikojnë këtë video. Këtë emision, po them, mundësisht kush ka mundësi të më ndihmojë. Që ti të rilidhesh sa më shpejt kontaktet. Sigurisht po. Niko, unë uroj me zemër që Agimi të jetë shëndoshe mirë, ta gjejmë sa më shpejt dhe uroj që ai të marrë në telefon. Kam bindje të plotës që emisioni juaj do ndikoj shumë dhe neve do rivendosim lidhjet. Dhe unë uroj me zemër që ai grupi Pangja në rini të bashkohet sërish. Shpresoj dhe uroj dhe unë. Të falenderoj Niko dhe të përshëndes nga Tirana. U falenderit juve dhe emisionit tuaj. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe të këtij live. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse keni informacion për Agim Malaj, 69 vjeçarin nga Kuçova apo qytet Stali, siç njihej dikur ai qytet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 ose të lini komentin tuaj poshtë kësaj video. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalin tim zyrtar këtu në YouTube me emrin Odeta Dume Mandro, ku çdo ditë u ndaj me ju histori dhe denoncimet që ju më shkruani çdo ditë në adresat e mia Instagram, TikTok dhe Facebook. Faleminderit që më ndoqët. Mirupafshim.